I është në dëm të shqiptarëve. Pra, neve aspiratat tona janë për bashkim kombëtar bashkë me vise tjera në një flamur. Por as është bektashizmi Hoxhlati më e përafërt me shqiptarin? Se u hap këtu përderisa nuk ishit ju në program, nëse bektashizmi është një verzion më i afërt dhe më i afërt me shqiptarin. Ari u hap kështu në kuptimin sa e përafërt është pra versioni bektashi dhe ky tjetri që e kemi sot. Cila është më përafërt shqiptare? Tash kemi dy debate, tash a jemi kundër këtij projekti për shkak se pas laicizmit që është në fuqi, shteti me baza fetare konsiderohet rrezik kombit. Okej. Po, që unë e përmena federatën Allavite Bektashiane që ishin në Turqi, që ishte një prej shoqata kështu pak më të njohura, edhe kanë dhënë një sqarim fenomenal pse edhe unë jam kundër kësaj ideje.